Assalamu alaikum, pyetja ime është kështu. Fjala e Allahut në Kur'an, fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Disa prej vëllezërve japin përgjigje edhe pse nuk kanë dije rreth Kur'anit, hadithit dhe gjuhës arabe. A u lejohet vëllezërve që të japin përgjigje fatfa pa e ditur Kur'anin, hadithin dhe gjuhën arabe? Allahu të shpërbleft. Assalamu alaikum. Në fjallën e Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr në ajetet e tjera, mas pari, qartësohet se dhikr është Kur'ani. Dhe përfshihet aty dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Argument për të është fjala e Allahut, inna nahnu nazzalna dhikra. Ne e kemi zbrit dhikrin. Fas'alu ahla dhikri. Ne kemi zbrit dhikrin, pyetni ata që janë meritor për dhikrin. Domethënë dhikri është Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët kanë për detyrë me ju nënshtruar fjalës së Allahut, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni njerëzit të cilët e njohin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë që ju nuk e dini. Dhe është detyrë me i pyet ata të cilët e njohin Kur'anin dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa është njohja e domosdoshme që më quhet njeriu ehl dhikr, meritor për dhikrin, e domosdoshme është me njoft gjuhën arabe, me i dit ajetet e dispozitave, e që ata që e njohin fen e din çka do të thonë ajetet e dispozitave, me i dit ajetet e anuluara, të cilave ju ka hiq dispozita, se ka edhe të tillë, edhe me njoft hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me njoft ixhmain e sahabëve, domethënë që kaq, dhe kjo nuk është deturi e parritshme, domethënë nuk ka paçare ky më kon shekullisa me mitemia ose niveleve të larta, por çdo që i përmendëm mundet mi ditë një njeri me një studim me pak vite. Domethënë nuk është që është e parritshme gjuhën arabe, Kur'anin, atë që ka të bëjë me dispozita dhe anulimet, hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bazat me të cilat shpjegohet Kur'ani dhe hadithi, dhe me njoft ixhman e sahabëve në veçanti, disa kanë shkuar dhe mane, po ajo që është e domosdoshme ixhman e sahabëve. Nëse dikush për njerëzve e ka qëtë nivel të diturisë dhe është e detyrueshme me ditë se kush është ky njeri, cili është statusi familjar, çish e llogaritin familja vet këto, a llogaritin njerit dijes, a llogaritin cili është statusi që e ka ky në familje, mahalla vet, çish e njohin do, a njohin për njerit devotshëm, se jena të pyet për me shkuar në xhenet ose në xhenem, nuk muna me pyet një njeri që vetë ta pyesmi kush është ai. Do thonë, duhet me pas njohuri rreth gjuhës Kuranit, hadithit dhe ixhmait, dhe më kon i njohur në vendin e vet si njëri që ka dituri dhe devotshmëri, Allahu a'lam.